إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala, pe ti ndihmë kërkojmë dhe vetëm prej Allahut falje për gabimet tona kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu, askush nuk ka mundësi me deviju, dhe atë që lën Allahu në devijim në humbje, askush nuk ka mundësi me udhëzu posti. Salatet dhe selamet për shëndetet tona më të përzemërta qofshin mbi pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi shokët e tij besnik dhe mbi mbar besimtarët të cilët e pasojnë në rrugën e pejgamberit Muhammed deri në ditën e gjykimit. Xhamatli të nderuar, në hutbet e kaluara biseduam për cilësitë e Allahut dhe më pas për cilësitë e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe vazhduam me cilësitë e besimtarëve në hutbën e kaluar, e padyshim që sot do të flasim edhe për cilësitë e munafikëve, hipokritëve, sepse njerëzit janë të ndarë në tre lloje. Në tre lloje të cilat i ka përmendur Allahu Azza wa Jall në Kur'an, pra besimtar, pa besimtar, me grupacionet të cilat janë, dhe po ashtu i ka përmend Allahu Azza wa Jall munafikët, hipokritët, dyftyrëshit, dhe shpesh i ka përmend këtë grup Allahu Azza wa Jall në Kur'an, dhe ka zbritur apostafat sure që quhet sureja Munafikët, dhe po ashtu i ka përmend në surën El-Bakara në fillim, dhe i ka përmendur në surën Tauba dhe në shumë sura tjera, dhe jo për diçka tjetër, vetëm për shkak të rrezikshmërisë. Njëri prej tabiinëve thotë, i kam takuar 30 disa sahabit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe të gjithë u friksonin për vetveten e tyre nga hipokrizia, nga munafiklëku. Dhe kjo vëllezër për shkak rrezikshmërisë. Dhe Omeri radhiyallahu anhu i tha Hudhaifës. Hudhaifa ndeti një ditë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu ja përmendi se kush janë munafikët. Kush janë munafikët e Medinës? A që friksua Omeri radhiyallahu anhu për vetën e tij, i cili ishte shok i ngushtë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i tha Hudhaifës, a thua dërguar Allahut, më përmendi edhe mua? Më trego o Hudhaifa, mos e kam edhe unë emrin në listë nga munafikët. Pra vëllezër të dashur besimtar, është prej imanit që njeriu mu friksu për vetveten e tij, mu friksu për imanin e tij në raport me Allahun subhanahu wa taala, a thu, a jam ashtu çu ka kërkuar Allahu subhanahu wa taala. E munafikët të nderuar vëllezër, në pamjen e jashtme janë prej besimtarëve. Në pamjen e jashtme edhe ata thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah dhe falin namaz. Ka ndodhur prej munafikëve të cilët kanë qenë prapa pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në saf, por kanë qenë armiqtë të pejgamberit alaihi salam, nuk kanë qenë besimtarë në brendi. Pejgamberi alaihi salam i përmendi cilësitë e munafikëve dhe tha, cilësitë e munafikëve janë 3 cilësi. Kemi munafik të vogël dhe munafik të madh. Munafiku i vogël konsiderohet akoma musliman, por ai i cili bën nifak të madh, ai del prej dinit, Allahu na ruajt. E prej nifakit të vogël, që është mëkat i madh tek Allahu Azza wa Jall,
Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cilësitë e munafikut janë 3. Cilësia e parë, kur flet gënjen. Cilësia e dytë, kur premton nuk e mban premtimin. Dhe cilësia e tretë, besën e tradhton. Kur i besohet diçka, tradhton. E nëse i bashkon këto 3 cilësi tek një njeri, thot është munafik i kulluar, për ndryshe e ka një cilësi prej cilësive të munafikut. E kurse sa i përket nifakut të madh, aty në veprimeve që njeriu mund të del prej dinit të Allahut subhanahu wa taala, janë disa veprime të shëmtuara që kushdo që i bën ato dhe apo i ka ato, i posedon ato gjëra, del prej fesë, edhe nëse thot la ilaha illallah, nuk është besimtar. Edhe nëse fal namaz, nuk është besimtar. Edhe nëse agjeron, nuk është besimtar. A pas ka kështu mundësi? Ka mundësi për derisa i ka përmend Allahu azza wa jall. Ka mundësi për derisa kanë jetu bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sikur se Abdullah ibn Ubay ibn Saluli. Edhe Allahu azza wa jall për munafikët thot, munafikët janë në gradën më të ulët në zjarr të xhehenemit. Gjë që i bie, kufarët, pabesimtarët janë me një gradë më të lartë, pak më lehtë e kanë dënimin se sa munafikët. Sepse sherri i tyre është i madh. Pabesimtari dihet hapur se është pabesimtar, por munafiku ka dhe mashtrim. Përpos pabesimit ka dhe mashtrim. Ka mashtrim se e mashtron besimtarët dhe mundohet me këtë me mashtru edhe Allahun subhanahu wa taala, kinse është besimtar, por në fakt nuk është besimtar. Allahu azza wa jall ata munafikët i quajti në Kur'an, në surën Al-Bakara, pa besimtar, sepse ata thanë me gojë që na kemi besuar tek Allahu, na themi la ilaha illallah, por zemrat e tyre kanë thënë të kundërtën. Dhe Allahu i ka zbulu ata dhe thot ata janë pa besimtar. Po ashtu Allahu azza wa jall në surën Al-Bakara i quajti munafikët se zemrat i kanë të sëmuara. Nuk kanë zemër të shëndosh, kanë zemër të sëmuar. Dyshojnë tek pejgamberi alayhis salam, dyshojnë në ahiret, dyshojnë në dinin e Allahut subhanahu wa taala, dyshojnë në pastërtinë e besimit islam, dyshojnë tek gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tek nderi i tyre, dyshojnë tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dyshojnë tek obligimet e Allahut azza wa jall. Ndoshta nuk është farz edhe ashtu që po thojnë. Kështu thojnë, kështu të mendojnë. Ndoshta nuk është obligim bash mbulesa. Ndoshta ashtu të ndoshta kështu, dyshojnë tek fjalët e Allahut subhanahu wa taala. E kurse Allahu azza wa jall ka kërkuar prej besimtarve që kur të futen në fe, të futen komplet, me besuar Allahun që duhet, me besu librin e Allahut subhanahu wa taala, me besu sakt fjalët e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Allahu azza wa jalla përmendi në Kur'an dhe tha për munafikët se ata e konsiderojnë veten se janë përmirësues dhe reformator. Ata e kanë për të mirë, por Allahu azza wa jalla thot për ata prishin dhe shkatrojnë në tokë. Edhe me qenë se kur t'i pyet pse je duke vepruar kështu, thot jo, unë veç për të mira kam. Unë nuk jam të bë fesat, unë nuk jam duke bërë keq, unë jam vetëm duke u interesu për mirësinë e njerëzve dhe jam duke u interesuar që t'i ndihmoj atyne. Në fakt, ata janë kundër besimtarëve, ata janë kundër edhe Allahut subhanahu wa taala. Allahu azza wa jall munafikët i zbuloi ata se kanë dy fytyrësi. Kur të kthehen tek paria e tyre,
Dhe tek shejtanët e tyre, prej njerëzve, e thënë, na jemi me juve. E kur janë para besimtarëve, paraqiten se janë me ta. Allahu Azza wa Jalla i quajti ata dhe po ashtu tha ata kanë frikën e njerëzve e nuk e kanë frikën e Allahut subhanahu wa taala. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, herë u bonin me mushrikët, me armiqët e pejgamberit alayhis salam, e këndej u sillen se janë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, por Allahu i zbuloi ata. Ata në mesveti kanë kovendu dhe kanë biseduar që e kemi frikë që çka nëse vinë përsëri munafikët, a çka nëse vinë përsëri mushrikët dhe e marrin këtë vend, kështu që na i majmë edhe me ata mahemi pak, edhe me këta. Nëse këta fitojnë, paraqitemi se jemi musliman. Në fakt, nuk kanë qenë besimtar, edhe kështu që nëse vinë ku ata mushrikët dhe i zaptojnë ato vende, këta veç e qesin atë që kanë pas në zemër dhe thënë, po ne ashtu sa ashtu kemi qenë me juve, e veç në pamjen e jashtme, kemi qenë me besimtarët dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Prej gjërave vëllezër që Allah i ka përmend në Kur'an, është përtacia në namaz dhe përtacia për të kryer ibadetet. Kjo është çelësi e rrezikshme. Nëse një njeri e ndin veten që ka përtaci për të kryer obligimet e Allahut subhanahu wa taala, zemra e tij është e sëmur dhe ka nevojë për rifreskim të imanit në zemër, që mos të jetë nga ata që i ka cilësu Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, ku thotë: "Wa idha qamu ila as-salati qamu kusala." Dhe kur ngritën për në namaz, ngritën me përtaci. Yura'una an-nas, e kanë veç parasysh syfatsin, që para njerëzve të shifet se edhe ky kinse është namazli. Ata tallen, kur t'i jipet mundësia, tallen me fen edhe me besimtarët. I përqeshin besimtarët, i përqeshin hoxhallarët, i përqeshin çdo gjë çka është, çka ka të bëj me fen Allahu subhanahu wa taala. Allahu azza wa jall i zbuloi në Kur'an kështu dhe i tha që ata i përqeshin besimtarët. Dhe Allahu në Kur'an po ashtu përmendi që do të vjen një ditë kur besimtarët do të qeshen në ditën e kiametit. Çdo gjë vëllezër të dashur kthehet, qoftë këtë dynja, qoftë në botën tjetër. Kërkujt nuk kam i mbet borxh, qoftë në këtë dynja, qoftë në botën tjetër. Kjo dynja kalon shumë lehtë. Dikush i përqesh besimtarët, dikush tallet me ta, dikush i nënçmon ata, dikush i persekuton ata, e dikush, vetëm se janë besimtar dhe Allahu subhanahu wa taala, dhe janë ata të cilët i kryen obligimet karshi Allahut azza wa jall. Por zullumi shumë shpejt kalon dhe çdo kush do të paraqitet para madhrisë së Allahut subhanahu wa taala dhe do të llogaritet. E nëse i ka bërë zullum, apo i ka përqesh, apo i ka pështru, po me atë dënim do të vuan në ditën e gjykimit, ku Allahu subhanahu wa taala do ta kthej hakun e besimtarëve. Vëllezër të dashur besimtar, çdo kush prej neve duhet ta ketë parasysh lutjen dhe të lutet tek Allahu azza wa jall: o Zot, na ruaj imanin ton. O Zot, na pastro zemrat tona prej nifakut. O Zot, qysh na ke hijeshu fizionomin ton, fytyrën ton, na hijesho edhe zemrat tona dhe brendin ton. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalu salatu wa atammu taslima ala nabina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Çdo besimtar, vëllezër të dashur, duhet që të interesohet për imanin e tij dhe të interesohet se si ta ruajmë ne fen ton tek vetvetja jon. Andaj, e para vëllezër të dashur,
që kërkohet është sinqeriteti. Të jemi të sinqert në namazin ton, të jemi të sinqert në fjalët tona. Çka do që të veprojmë, i veprojmë vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Edhe abdes kur të marr për hir të Allahut azza wa jall. Edhe kur pastrohem për hir të Allahut subhanahu wa taala. E jo më gjëra tjera. Na ka mësuar Allahu azza wa jall që kur të japim për hir të Allahut azza wa jall. Jo për sy e faqësi. Agjerimin që e bën, sadakan, zeqatin, çdo veprim që e bëjmë, Allahu azza wa jall ka thënë në Kur'an: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Thuaj që namazi im dhe kurbani im dhe gjitha sadakat dhe sakrificat e mia që i bëj, por edhe jeta dhe vdekja të gjitha janë për Allahun subhanahu wa taala. Ne jemi rob të Allahut azza wa jall. E dyta, të jemi të drejtë në fjalë, ta mbajmë premtimin, asesi mos të gënjejmë dhe nëse na besohet diçka, mos të mashtrojmë. E treta, të jemi me namaz dhe të parullur në namaz, të jemi modest gjatë kryerjes së namazit, ta kryejmë me zemër të shëndosh namazin, jo sa për sy e faqe, dhe e katërta po ashtu vëllezër të dashur, ta llogaritim veten ton para se të na llogarit Allahu subhanahu wa taala në ditën e gjykimit. Sikurse çdo firmë dhe çdo biznes që e bën regjistrimin e mallit të tyre, të hyrat dhe të dalat, dhe po ashtu edhe ne ta llogarisim veten ton, të shikojmë veprat tona, ku jemi, çka jemi, dhe ku duhet të arrim, dhe si të arrim, të kontrollojmë veprat tona, duke i krahasuar me fjalët e Allahut azza wa jall dhe me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na përmirësoft, Allahu na fal gabimet. Allahu na udhëzoft neve dhe përmes neve udhëzoft edhe të tjerët. E lutim Allahun subhanahu wa taala që t'i laj borxhet tona, t'i shiroj të sëmurrit tan, t'i mëshiroj të vdekurit tan, t'i ndihmoj muslimanëve kudo që të jenë nëpër botë. Amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.